këto deklaratave? Ne kemi deklarata do të brenda LDK-s pro et kontra. Do thotë një pjesë dikun ku edhe kolegu tha që diku 7-8 deputet faktikisht nuk janë për koalicionit dhe tash është edhe shumë interesant në qoftë se vërtet LDK-a bën një koalicion me vetëvendosin dhe kandidate për presidente, ju e dini që edhe garimin e ka bo për kandidatur për presidente Zonja Osmani. Dhe tash në qoftë se vetëvendosja pranon kandidaturën e saj, tash të kthejmë prapa në retrospektiv, cila ka qenë arsyeja shkurja në zgjedhje. Kujt i ka konvenu? Pikërisht atë. Pikërisht Zonja Osmani do thotë është ajo pengesa për cilën faktikisht kemi shku në zgjedhje. Tani do të po ofrohet përsëri do të njëjta ofertë. Unë nuk besoj që vetëvendosja i ka tek kalu. Edhe po të arrit një marrëveshje, besoni se posti presidentit do i lihet LDK-s? Po shiqoni, unë nuk besoj që këto partitë opozitare do të pranojnë që postin e presidentit ose postin e kryeministit që nuk e fusin në një marrëveshje. Nuk besoj që pa një marrëveshje politike mbase posti i presidentit të jetë dikush një figurë konsensuale, apartijake, dhe të bënin vetëm pjesën e bashkëqeverisjes. Ju e dini shumë mirë që zgjedhjet e kaluara do të pikërisht një figurë konsensuale nuk u gjet deri tani. Edhe shkum zgjedhje dhe normalisht që vetëvendosja humbi 4% ose 150.000 votues dhe natyrshëm qoftë se kemi krizë përsëri, na vazhdon në njëjta krizë me president konsensual, unë jam i bindur që asnjë nga partia opozitare nuk do ta pranon. Për arsye se dojnë marrëveshje. Edhe unë po e shoh disponimin edhe të LDK-s, edhe të PDK-s që pa një marrëveshje do thotë politike nuk do të bëjnë koalicion. Dhe natyrshëm që marrëveshjet politike ne kuptojmë atë kërkesën e vetëvendosjes, është një kërkesë legjitime secilës parti, mirë po derisa nuk i ka 80 deputet, do thotë të pranishëm në Kuvendin e Kosovës për zgjedh presidentin, natyrshëm që opozita kërkon do thotë një marrëveshje. Po megjithatë unë mendoj që nëse te kalohet dhe mendoj që LDK do të jetë pjesë e koalicionit për cilën faktikisht shumë jam skeptik që mund të arrihet se edhe nëse arrihet është një pasiguri e votimit të presidentit nëse faktikisht 7 deputet nuk janë do thotë paraprakisht pajtimit për të shku deri mund të plotësojnë base me deputetë të tjerë, qoftë PDK-s ose Aleancës. Koalicioni Aleanca i ka dhënë pikat e veta, ju e dini shumë mirë përmendi do të parafolsim që gasi do të jetë një nga pikat kyçe. Përveç gasi do të kanë dalë 2 pika, gasi dhe Zonja Osmani. Nëse anashkalohet ose shmanget Zonja Osmani, atëherë mund të marrë deri te një president konsensual, do thotë po i cili faktikisht mund të jetë pjesë më tepër do të e animit nga LDK-a, por një koalicion, mendoj, i sigurt, i qëndrueshëm, për shkak se qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë do thotë që 4 parë zgjedhje të shkojnë për 2 vite, vetëm për do thotë epshe politike. Dhe normalisht një koalicion do duhet të ishte më i sigurt mes vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse ato dyja shkojnë koalicion, atë mujmi me pas do thotë profesor për me PDK-n.